Mi mbrëma të dashur teleshikues, jemi në emisionin Sporti në RTS Gjirokastër, ditë e martësit zakonisht, një emision dedikuar, po themi, si për herë skuadrës së luftëtarit, e cila ditën e diel ka zhgënjyer, do të thoja, teksa nuk ka shkuar më shumë se barazimi 0-0 në takimin e luajtur me ekipin e Delvinës në Delvinë. Sot në studio kam sekretarin e përgjithshëm të zyres rajonale të futbollit të Gjirokastrës, që vit kaçori mi mbrëma mi se ka ardhur. Si dhe profesor Lamej Margariti mi mbrëma mi se ka ardhur. Gjëvit, kënaqësi që më rikthesh në studio për emisionin tim e Marta Sportive. Ju ishit monitorus i takimit Delvina luftëtari si vëzhgues, por desha të drejtohesha si ish futbollist, pse jo si trener, por për më tepër si vëzhgues, si e patu takimin në Delvina luftëtari, ku luftëtari nuk mori atë që pritet pra fitoren. Me thënë të drejtën, unë u bë një jetë e gjatë që monitoroj, drejtoj ose organizoj ekipet e futbollit dhe pothuajse e kam pak a shumë retrospektivën e kam të qartë për çdo ndeshje futbolli, qoftë kategorisë parë, qoftë kategorisë dytë, qoftë të futbolli i bazës të fëmijët, qoftë të futbolli i vajzave, por unë pata fatin, në thonjza të thoshja, që kryendeshja e javës, kategorisë dytë për grupin B, të ishte Delvina me luftëtarin. Në pamjet parë duke sikur në letër ishte i favorizuar Gjirokastra, po për pjesën e parë unë vura re se pothuajse loja ishte e ekuilibruar, madje ekipi vendas kishte e përsin dhe shënoi nëpërmjet një goli, i cili u anullua për mendimin e gjyqtarit për faull ndaj portierit. Po prap një gol tjetër në minutën e 55 u anullua për frenim të topit me dorë. Të shënuar prap nga ekipi vendas, po prap për faull me të drejtë për gjyqtarit. Por ishte një lojë e luftuar nga dyja palët. Me shumë probleme disiplinore brenda saj, me gjeste... Në që aspekt disiplinore? Disiplinore për lojo korekte, për kapje me duar, shtyrje, e cili detyroi gjyqtarin kryesor të ndëshkonte 16 herë me karton të verdh. 16 kartona të verdh? Po, edhe 2 kartona të kuq, si rrjedhoi e kartonave të verdh. Pra që një ndeshje e tensionuar, pra pjesa e dytë ishte më tensionuar se e dyta, se e para. Do të thosha këtë që këmbgulja e ekipit të luftëtarit ishte shumë e ngurtësuar, e nervozuar dhe as pak nuk i dha zgjidhje lojës nëpërmjet një goli ose dhe rasteve të paraqitura në fushën e lojës. Unë përmend këtu që pothuajse gjatë gjithë 90 minutave, për ashtu 2 rastet flagrante të Zjait, i cili 7-8 metra që e larg portës, dhe ndoshta me një goditje flurudh, unë ta fuse topin në rjet, po preferoj të ndalonte, ta bënte punë e tij, kurse rasti tjetër i Miranit, i cili u shfaq dhe ai pothuajse brenda pikës penalltis, i vetë përballë portierit dhe nuk e realizoi dot golin e shumëpritur nga skuadra e luftëtarit. Vetmja goditje në drejtim portës ishte decisive për mendimin tim, ishte minutës 13, po prap nga Zjai, i cili kapi shtyllën pingule, që mund të shfrynte sa do pak tensionin që kishte kjo lojë brenda saj. Dhe mendoj që nga gjithë kjo performancë e luftëtarit, për mua ishte një çfryrje e shumë atij egoizmit dhe as pak të zgjidhjes situatave në fushën e lojës, por dhe mënyrën se kishin përgatitur ndeshjen gjatë javës. Kështu që ishte një blluf për mendimin tim ky rezultat. Nuk e di drejtuesit janë mbledhur, kanë vënë pikat mbi i për vazhdimsinë, është tjetër gjë.
kaq mund të... Profesor Llavi, si unë djetë pas këtij barazimi, si e përjetuat të takim? Të them të vërtetën, Tomi, jam zhgënjur totalisht. Në këtë rast do ta shoh në dy aspekte. Ndeshjen ose momentin në cilin ndodhet ekipi i luftarit. Njëri kraj medaljes është që djem mos u shqetësoni. Ne morëm barazimin, jemi prapë në vend të parë, kemi mundësi barazimi me Oriku na nxjerr përsëri etj. Dhe jemi okay, nuk është fundi botës, por nëse do të ktheja anën tjetër të medaljes, atë të parit si një tifoz dhe dashamirës e ekipit, atë do të thoshja të kundërtën. Ishte një zhgënjim që ne në Delvin të minim barazim. Aq më tepër, siç po thotë Xhaviti, që nuk e ke iden gjëra të cilat thyen disiplinën, ndikojnë në të dyja krahat, pavarësisht se duket sikur ndeshja po ecë normalisht, po janë ndeshje që kanë tension. Dhe për mua, nuk e di, unë e kam thënë herë të tjera, nuk duhet të bëjmë pjesë dhe të them që shiko se trajneri duhet bënte kështu apo ashtu, janë punët e tyre, gjithçka ata diskutojnë vetë, por si njeri i dashamirës, si njeri që them që luftëtari është një ekip që nuk duhet të diskuton dhe fitoren, kish mundësi të ndryshonin gjërat. Do ma brenda 90 minutave, unë shikoj që nuk e di u bën një zëvendësim apo jo, apo thjesht ata që nisën pjesën e parë dhe vazhduan. Po pjesën e dytë u bën 3 zëvendësime njerësh dhe me çfarë thanë atje që ishin lojtar titullar. Po. Është fare thjesht. Normal edhe unë këtë gjë do të bëja. Domethënë si trajner, nëse do të isha në ato raste kur e shikoj që ekipi nuk po ecën me ekipin që kanë vendosur, shumë thjesht vendos lojtarë të cilët kanë mundësi që të shënojnë golin. Do thuash pse nuk u shënua goli, pastaj është çështje fati, është çështje mënyre, është ajo që po thuaj që Ziaj nuk ishte pse e vononte topin, po ishte konkret. Tani kur mendon që jemi një ekip që pretendojmë të dalim në kategorinë e parë dhe të na dalë një pengesë të tillë siç është Delvina, nuk kam asgjë me Delvinën, atyre bravo i qoftë, luftuan, ata luajnë futboll, vetën e tyre, ata janë okay. Luajnë futboll. Luajnë futboll, po për ne që vemi për të fituar dhe tham që këtë jetutje për ne do të jetë sinonimi i lojës dhe gjithçka është vetëm fitoria dhe asgjë tjetër. Kur pretendojmë që të jemi në kategorinë e parë vitin tjetër dhe të diskutojmë lojën me Delvinën, mua kjo më zhgënjen të jem i sinqert në atë që ndodhi. Tjetër pastaj ne zakonisht jemi mësuar Tomi që ndeshjet që shkojmë live këtë herë nuk na u dha as mundësia që ta shikonim. Dhe kjo është një arsye tjetër për të kuptuar sa gjëra që edhe mua nuk më pëlqenin. Domthon, përse ne ti trëmemi kësaj gjë? Përse ne do të diskutojmë kur vemi te Delvin aq më tepër tek një ekip që ne jemi komshi, jemi këtu afër. Dhe mund të merremi vesh shumë mirë për të bërë një lojë të pastër sportive, jo as për të falur gjë njëri tjetrit, por për të bërë një lojë të pastër sportive, për të bërë një lojë jo me tendencë. As ata me ç'kuptova kanë patur një lloj tendence sigurisht për të arritur edhe qëllimin që vetëm këta të mos fitojnë dhe unë nuk e kuptoj cila është arsyeja dhe pse e kanë bërë këtë. Shikoja tek faqet e fan club, tek gjithë tifozat që merreshin me Delvinën, filluan ofendimet e tjera, unë do të bëja një gjë tjetër, përpara se të ofendoja atë ekip, përpara se të merresha me Delvinën, është apo s'është qytet apo çfarë është, do t'i thoshja, do t'i jepja dorën, bravo i qoftë që arritën atë rezultat dhe siç po thot profesori edhe me 2 lojtarë më pak. Dhe nuk do të merresha me këtë, por do të merresha duke nxjerrë problemet që ka ekipi jonë. Do të merresha me problemet se çfarë duhet bëjmë ndeshjen e ardhshme. Sepse e kemi këtu dhe do të jetë, unë jam i sigurt që djem do të jenë në një presion të madh. Nuk është aq kollaj. Sigurisht ne jemi në vendin që kemi pozicionin. Po patjetër, jemi brenda objektivit. Por jemi në një presion. Është në pikë pyetje, ëh? Na duhet se s'bën ajo fitoria. Na duhet se s'bën një të ruajmë kreun. Dhe kjo është kryesorja, aq më tepër përfitojmë nga rasti që Oriku e ka jashtë Orikumi e ka jashtë ndeshjen këtë herë. Kështu që në këtë aspekt në Malik. Kështu që në këtë aspekt ne na favorizon kalendari. Por gjithmonë ndodhin këto të papriturat. Edhe ne pa nuk u diskutua fare Delvina këtu. Dhe me të drejtë menduam se e kemi të zgjidhur këtë pjesë. Ne shikonim përpara, po harruam të shikonim këtë që kishim pak më afër. Dhe nganjëherë këto pengesat e vogla të krijojnë probleme të mëdha. Gjithsesi, unë nuk dua në asnjë mënyrë të demoralizoj djemt. Duhet të them që ata janë në rrugën e dur, janë aty ku ishin. Gjërat janë ashtu siç janë, nëse dikur diskutonin që një barazim ne na nxjerr me Orikun fitues dhe fitoria diskutohet, e njëjta gjë, e njëjta situatë është edhe sot. Por kjo duhet bëhet një arsye më shumë që këtë jetutjen e vetëm të fitojmë. E kemi thënë që çdo pengesë, çdo rezultat negativ për ne është një forcë.
është një negacion që na tërheq tek pozitiviteti. Domethënë të bëjmë të kundërtën e asaj, për të fituar vërtet pa diskutim herën tjetër. Do t'ja u kërkoja këtë djemve të ekipit, do kërkoja në emër të tifozërisë së Gjirokastës, në emër këtij qyteti që tashmë i ka sytë e veshët, i ka drejtuar atje dhe të gjithë presin që ne të jemi në kategorinë tjetër, domethënë nga mod mos sa diskutojmë këtë histori, po të flasim për të tjera gjëra, sepse një zhgënjim i dytë do të jetë tepër denigrues dhe psikologjikisht ne do të bijmë përfundimisht në një apati që do të jetë shumë e vështirë, pastaj do na duhet shumë kohë për të rimarrë veten. Sepse përsëriten të njëjtat gjëra. Unë shqetësohem nga gjërat që i kemi dhe na ndodhin për herë të parë, po jo gjërat janë të përsëritura. Në këtë situatë ishim dhe vjet, dhe zhgënjimi na ndodhi në fund. Aq më tepër vjet ishim në fushën tonë. Kështu që do t'ju lutem 100 herë, trajnerëve, lojtarëve janë gjërat aty ku ishin. Ne jemi po prap ata, ne i mbështesim po ashtu siç ata kanë dëshirë dhe ne kemi dëshirë, por do t'ju lutem edhe një herë të luftojnë me pasion, të mendojnë për atë panel, të mendojnë për ekipin, të mendojnë që ai stadiumi i bukur, ajo infrastrukturë që ngritur, vitin tjetër na gjej me ekipe të tjerë, të cilët e meritojnë të jenë me fanella me peshë, me emër, që ka dhënë tonus futbollit shqiptar. Fanella të tjera të cilat ne ka arsye luftëtari që të përplasen nga jo, tash të diskutojmë. Unë do të thosh, Llambi është emocional faktikisht. Mua më kap emocioni sepse vërtet është emocional dhe ka të drejtë faktikisht sepse është një volum i madh pune këtu te luftëtari. Janë rezultate shumë pozitive. Po unë këtu në këtë studio kam thënë më parë që çdo ndeshje kësaj kategorie merret 1-1. Pa ashtu siç e kam thënë që funksionon ekipi kombëtar që çdo ndeshje e merr 1-1, pra ndeshje e radhës. Dhe këtu do fokusohemi te ndeshja e radhës sepse unë ka vënë vesh, ne kam ndjekur dhe në bazë të rezultateve që ka pasur probleme me rezultatin, sepse ju para 2-3 javësh pasuat gol të parë këtu me Butrindin. Po. Tani një ekip pretendent nuk do të falis domos brenda. Po pra. Do të jeti pa prekshëm. Po fituam 2-1 me rezultatin Delvin 0-0. Shkon rezultati i asaj Orikumit tu fazën e parë 0-0. Pjesë e parë me Kërcyrën këtu në Gjirokastër ja dhe 0-0. Po pra, pjesë e parë 0-0. Pra kemi dhe pamjet nga takimi Kërcyra. Kjo për mua është një këmbën alarmi. Rezultatin të luajtur në Gjirokastër. Për mua teknikisht është një këmbën alarmi, nuk duhet vetë kënaqet klubi. Kupton sepse jemi në vend para në këtë dhe matematikisht këta prap janë favorizuar, por kjo s'do të thotë që neve ta hedhim këtë vështrimin. Pra drejtues të klubit të hedhë këtë vështrimin tek ndeshja e fundit. Jo më ke ndeshjen e radhës tani. Patjetër. Xhevi do kalojmë tek ndeshjet e radhës, po do të thoya diçka tjetër, megjithëse ndeshja ulos si i themi ne tek komshin, thotë Llambi. Po ai komshiu atje është Delvina që ka historinë e tij të futbollit. Në këtë lloj kategorie. Po, në këtë lloj kategorie dhe ai thjesht bën detyrën e tij ndaj sportdarsve, ndaj historisë vet. Ka bërë një skuadër kompakte, dinjitoze dhe me një karakter të fortë luftarak, por loja që e vërtet e luftuar, po brenda rregullorës futbollit, sepse kur ka ndërhyrje të rrezikshme ndaj kundërshtarit, kur ka polemike, është ai gjyqtari që i ndeshkon ose i zhvillon atë lojë. Po unë Delvinës dje kisha vura veshin që ka lojtar cilësor, ka Radovanin, ka shumë lojtarë të tjerë që të tregonin të jepnin një impakt që këta janë vërtet skuadër e mirë organizuar. Kurse për luftëtarin, për 11 e parë luftëtarit, mora vesh që shumë titullar nuk merrnin pjesë në këtë ndeshje. S'ishin fare. Nuk ishin fare, nuk di çfarë strategjie dëmtimi kishte skualifikim me kartona. Çfarë strategjie ndjek klubi, po duke vendosur rezultatin pozitiv për vazhdimsinë, atëherë unë mund të vendos planin B, që mund të rezervoj, mund të ruaj, si mund të thuaj, futbollista që nga dëmtimi të tashme. Pa siguruar rezultatin, unë s'mund të bëj hapin e dytë. Mund të siguroj rezultatin, pastaj bëj hapin e dytë. Edhe kështu që prandaj është bërë futbolli. Kjo ndeshja vërtet është mes komshinjve, po secili komshi ka historinë e tij. Patjetër. Siç ka historinë e tij Butrindi, ka futbolli luhet në fushë dhe futet çdo objektiv. Dhe futbolli skuadra e ka tash prej atje në fushë. Po, dhe në këtë kontekst futbolli është thjesht një lojë dhe kush e luan më mirë, ai. Ky është rasti ideal, profesor, ku ne flasim për një ndeshje, por duhet edhe të bëjmë një retrospektiv që ne çikë ndeshjet e luajtura në Delvin.
Tani ne kemi ndjekur atë ndeshjen kur lojti me Orikumin. Orikumin, po. Tani këto fjalë nuk u shfaq ajo skuadër që u shfaq ndaj luftëtarit. Nuk u shfaq ajo Delvin si ndaj luftëtarit. Është një ekip i mirë organizuar, është një ekip që kam respekt, është një ekip që i ngrihem në shtëpi ha probleme, në shtëpi ha probleme. Po pra, ta ha probleme etj. Por më bën një gjë për shqipje, atë ku ka dashuri nuk ka hapur probleme. Dhe pikërisht këtë ka bërë ndaj Orikumit. Tash i drejti ta haj, unë nuk kam asgjë. Po ti sa herë kalon përshëndet qytetin e Gjirokastrit përpara se të shkosh aty dhe aty as nuk të bie. Kështu që janë ca gjëra që bien pak në dyshim për të kuptuar që bien pak herë për keq. Tani ta themi gjën siç janë tani Orikumit i lë ja portën aty se po flas kështu fare, kurse ku vjen puna për luftarin me 9 lojtar ti bëhet cop. Nuk them të na i falin. Ne nuk duam kurrë të na falin as edhe një gjë. Sepse ne duam ta luftojmë dhe ta fitojmë atë ashtu siç e meritojmë. Po në raste të tilla bie çik edhe në dyshim, kështu që ne na ndodh gjithmonë. Po kështu ndodh që ekipet më të mira i shikojnë çik edhe ndoshta edhe me xhelozi. I sulmojnë. I sulmojnë, këta do vënë më bash që kanë për të parë që kemi për të punuar ne. Domethënë një lloj provincializmi në të bërit analizave të gjërave me këto teza. Po pra, nuk duhet të vëmi me këto. Le të përplasen të dy ekipet, le të luajnë lojën e bukur dhe aty të shohim se çfarë bëhet, por të lësh tani për një ekip të luash pak më i tërhequr, kurse për një ekip tjetër do të bëjnë namin derisa mos u lë as edhe një gol ku diun se çfarë. Kjo çikë me intendencë jo sportive, nuk kam asgjë, punë e tyre ata le të zgjidhin si duan gjërat e tyre. Dëgjoj Llambi. Por ku vjen puna për të diskutuar për një ndeshje fair play që duhet të bëhet, nuk të çon këtu. Të çon në tjetër vend. Këto janë normale, më fal. Këto janë normale në kategorinë e dytë dhe ne ndaj dua një orë më parë të ikim nga kjo kategori. Për të kuptuar që sporti është një ndeshje futbolli aq më tepër që në kategorinë e mësimit ka fisnikarin brenda, ka fair play, ka ekipe që vërtet përplasen, po jo tani ekipe për inatës si me bjerë do flenë në ligjin dhe krijojnë këto probleme. Kështu që kjo ishte ajo pa ndaj më shumë mora spundo nga analiza që i bëre për ekipin e Delvinës, unë s'e vëm dyshim. Dëgjoj Llambi. Kjo ndeshje që u zhvillua me fjalë me Delvinën, kishte dy tablo brenda. Pjesën e parë ishte pothuajse lojë barabartë. Pavarësisht që shënoi Delvina atë gol dhe u anulloi për gjyqtarit, po ishte pothuajse lojë barabartë. Edhe mënyra të lojës të Gjirokastës thjesht zbriti 2-3 herë në 6 meqe kundërshtar dhe realizoi një goditje direkte të Ziait, e cila përfundoi në shtypin pingule. Kurse pjesa e dytë ndryshoi nga e para, pak më nervozuar, me plot 13 kartona të verdh dhe 2 kartona të kuq. Intensiteti i lojës së Gjirokastës erdhi në rritje. Po ishte një lojë si thon larg portës. Porta su godit. Qarkullim topi po themi, apo jo. Thjesht u përball me një mbrojtje shumë të mirë të Delvinës. Po dhe nuk gjetën mënyrën e zgjidhjes së golit. Gjet Chelsea. Gjetë golin. Unë në këtë vështrimin tim tani me se çfarë e bien çik në memorie, nuk u godit asnjëherë porta e rrezikshëm, përjashtoi një goditje atë që thatë pak më parë. Goditje që nxori portieri dhe ajo që nuk që shumë e fortë. Jo rasti zgjat, rast tjetër domethënë. Rast tjetër, po një goditje dënimit te kufit e 60 metra. Edhe ajo nuk u realizua gol, grushtoi portieri që thjesht bëri detyrën sepse nuk që aq e fortë që të futesh në portë. Edhe rasteve të Miranit dhe të Ziait, po pra pjesën e dytë. Këto u pan për pjesën e dytë. Pavarësisht trysnia, pavarësisht që u los pothuajse me një portë, po nuk gjenë çdo të goli. Sepse futbollistët në vetvete u tensionuan dhe nuk lozën të qetë dhe ndoshta i bëri dhe të frenuar para portës. Ose mënyra të lozurit, ndoshta edhe mënyra të lozurit. Se tani mos fshorët mos godasin portën, hyn në kufit e 30 metrave, lojtari do të mendojë të godas portën. Qoftë mos fshor, qoftë sulmos. Kështu që kjo ndoshta merret për të parë. Si do që jetë, në qoftë se ne do të kishim bërë lojën që duhet të bënim dhe Dindo nuk të heqja si presi. Delvina shteruse që ti bëre vërtet, por duhet të them, më fal, po në ndërpres, po duhet të them, në qoftë se ne do të kishim bërë lojën e dur pa diskutim që jo lojtarë, po pra, kishim mundësi dhe unë këtu jam kjo është pjesa që më zhgënjen, vërtet mundohemi të balancojmë gjërat e ti themi ashtu, po kjo është pjesa që më zhgënjen, sepse kemi kapacitete. Dhe mua më duket kam idenë sepse
i trembë ndeshjes që po vjen, sepse kam një frikë, ekipi është në një presion dhe në një trysni psikologjike për të ruajtur atë vendin. Kalojmë në fund, profesor Mami, këtë që keni thonë juve e lëm për pjesën e fundit të emisionit. Po pra, dhe kjo më krijon një shqetësim. Dakor, jo, të rijem për ta thënë atëherë kur duhet, por këto janë gjëra që mua më Delvina të afron kushte shumë të mira për të lozur. Ka një terren të shkëlqyer. Nuk është më ai ambient si dikur, po. Nuk është ai ambient si dikur. Në Delvin vetëm me rezultatin lirë shumë fare, po të përgjigj skuadra, e fiton ndeshjen Delvina. Sto përgjigj skuadra e humbet ndeshjen. Pra, ndaj po them, ka kushte shumë të mira, ka një ambient shumë dashamirës për futbollin. Pavarësisht brenda lojës, sepse ati janë lojtarë të ardhur. Patjetër. Edhe 6-7 lojtarë, mos them më shumë janë të ardhur. Pra kanë koncepte më të mira për të lozur, që japin një performancë shumë të mirë dhe vetë Delvinës së dikurshme është për të harruar, kurse tani vetë los futboll lirshëm. Po, pas futboll lirshëm dhe ta lejon, qofse jemi i mirë vëlla fiton ndeshjen se si është s'ka pse të të them dhe kjo është mirë atë sepse mendoj se i tham ato që duheshin pikërisht edhe Xheviti po themi vuri pikën mbi për atë çka dha luftëtari pasi ishte prezant atje, si dhe skuadra e Delvinës, por më duhet të kalojmë tek rezultatet e javës së 19 që janë të tilla. Devoli Maliqi 3-2, Delvina luftëtari 0-0, Butrini me Malia 6-0, Turbina Kërcyra 2-0, Oriku Tomori 4-0, ndërsa skuadra e Shkumbinit ishte pushim. Pra i vetmi barazim, edhe madje pa gola luftëtari Delvina, Butrini me Malia 6-0 nuk do ndalemi, besoj se nuk ka koment. Kam merak të ndale vetëm të Tomori me Oriku. Atje pikërisht ato do thoja, Oriku Tomori 4-0. Forca e Orikut e tillë është Xhevit, që ndeshkon Tomorin me shumë përvojë, me shumë eksperiencë kategorinë e parë dhe Super League, pavarësisht sezonit aktual që është tashmë kategorinë e dytë. 4-0. Unë shikoj, unë kam qenë dikur 25 gola të shënuar, më fal, Orikumi para takimit me Tomorin, ndërsa tani shkon në 29 gola. Shiko, në Vlorë Orikumi ka bërë të paktën, po themi më shumë se 1 pikë ca gola për ndeshje. Vetëm ndaj Tomorit shënoi 4 gola. Kjo është një kundërbrimi komplet ndaj nesh. Ne i bëm një elozh, më fal se të ndryshoj. Po mos e merr atë ndaj nesh. Mos luftoni me armiq imagjinar. Po jo nuk. Këtu në fushën e lojës ke një skuadër shumë të mirë, ke skuadër luftare, skuadër me karakter, me pas shumë mirë. Pra është ndryshe nga një vit më parë. Ne këtu e di që dhe me të drejtë ngritëm një gjë që duhet thënë dhe me të drejtë. Tomori është një ekip që është konsoliduar, është një emër dhe një fanellë ashtu siç jemi dhe ne. Dhe nuk do ta mendoja dot kurrë në kurrës që Tomori të hante 4 gola aty. Kështu që mos ndoshta ky rivaliteti i golave, sepse edhe ata kanë menduar se dalja në barazim e një rezultati të ardhshëm kur lozim me Orikun, sigurisht na nxjerr fitus ne. Sepse është golabarazhi në mes. Mos ndoshta këtë tutje do të kemi një problem tjetër. Oriku nuk do filloj të bëj një gol. Po si do apo dy, po do filloj të bëj nga 5 nga 6 që na harin neve sepse nuk ka shanse. 3 takime janë sa gola do shënoi Orikumi. Po prandaj të them, dhe unë kjo bëhet pak qesharake tani, po 4 gola. Pa mamër tani, 4 gola sido që të ishte sikur ta kishin hapur portën fare. Ai më duket sikur gjithnjë këto prapavijat e këtyre lloj kampionateve, siç jemi në rastin konkret, lufto kërkan më mirë dhe funksionon kërkan më mirë se sa ajo ndeshja direkte që bën, se kjo të le të dyshosh. Dhe kjo i bën që sot stadiumet jenë pa tifoz, kjo i bën që shumë njerëz të zhgënjen, kjo e bën të pa bukur me futbollin. Kjo hedh poshtë dhe dëm gjitha të djerës që lojtarët hedhin gjatë gjithë vitit. Tani në ka ekip që të paktën jo për t'i bërë qefin, por që është i mirë ndërtuar dhe mirë i konceptuar, është ekipi i luftarit, pa përjashuar të tjerë, se cili bën përpjekjet e veta. Por ne shohim të pjesën tonë. Dhe tash gjithë kjo djers, ti hidhet poshtë sepse unë bëj një pazar dhe duhet të lë 4 gola atij dhe këtij të Delvinës i kanë thënë që luftoni fort sepse s'duhet ta lëm luftarit. Në asnjë mënyrë këto nuk janë të bukura. Nuk e di se sa ju apo dikush tjetër i keni kuptuar këto, po nganjëherë shpeshherë nuk ka nevojë ti thuash. Këto i di çdo njeri sepse nën tavolinë underground, që thonë se ja politika që bëhet, thuhen shumë gjëra. Thuhen shumë gjëra dhe fliten shumë gjëra. Ne nuk duhet i themi dhe asnjëherë duhet i themi sepse djem duhet i lënë të luftojnë dhe të marrin atë që meritojnë, po kur shikojnë gjëra të tilla nganjëherë edhe zhgënjesh. Megjithatë nuk kam asgjë, për sa kohë u bë një ndeshje ashtu siç po thua ku Delvina shënoi dhe gola dhe arbitër, këtu falenderoj gjej rastin, falenderoj arbitrin,
Jo sepse anulloi ato 2 gola, por sepse e mendoi që e ka ruajtur në një mënyrë, e ka trajtuar në një mënyrë shumë të saktë ndeshjen, e ka arbitruar mirë, për faktin sepse atje ka patur një tension të paparë, dhe vetëm një arbitër i qetë, i saktë që di, ti mund ta nxjerrë atë ndeshje ashtu siç doli, me rezultatin 0-0, sepse mund të krijosh alibira dhe çuditëra nga më të ndryshmet. Gjithsesi, unë për këtë të ndryra them që këto 4 gola mua më shokojnë çik. Unë kam qenë... Po, të është në rasti Xhevit të vëzhgosh takim ku ka luajtur Orikumi? Dhe sa e njeh skuadrën Orikumit, nga jashtë flasim gjithmonë se thjesht në mendimin tënd si e ke parë në fushë si... Të mos gaboj, kam qenë në Këlqyra Orikumi. Këlqyra Orikumi. Edhe në Këlqyrë ke pasur nuk mund të... skuadra nuk mund të kapi nivelin maksimal. Për të shprehur në fushën e lojës, sepse terreni nuk ta lejon një gjë të tillë. Po gjithsesi unë kam qenë vëzhgues të ndeshjen Tomori me Butrindin 2-0. Dhe unë pash një ekip të konsoliduar të Tomorit. Edhe me çuna të rinj, me fjalë me kundërshtuar me 2 krahar. Kupton që ishin futbollistë shumë cilësor. Kupton? Gjithashtu Butrindi bëri një lojë të dobët faktikisht. Po nuk ka përshtypjen për një ekip si ati niveli të psoj 4 gola në Orikum. Po gjithsesi shoqëria ku ne jetojmë dhe mentaliteti i futbollistit shqiptar, sidomos të kategorisë dytë, është ajo pson golin e parë, ul ritmin, pastaj pëson të dytin, fillon dhe këto dhe nuk ka motiv më e quan të humbur. Shkoqesh, po. Pra, sepse do të jesh profesionist, që të luftosh 10 minuta në fundit, qofse pëson 2 gola për 4 minuta, për 4 minutat e ardhshme, mund ta bësh 2-2. Por nuk e kanë atë psikologji. Nuk mendoj se ka themun, nuk mendoj. Pastaj Aleanca kuptohet futbolli lozet dhe mbi tavolinë, lozet dhe nën tavolinë. Ne jemi koshient, kupton? Sepse ç'mund të për takimet e tjera mendoj se nuk duhet Shqipëri hyn dhe politika. Ne kemi hyn dhe politika në sport, duam apo s'duam ne. Për takimet e tjera nuk do ta blende të ndaleshim sepse tashmë dihen. Është e kodit të diskutojmë, po pra është e kodit. Dhe sa renditja tashmë është interesante të paktën për 2 vendet e para, 44-44, golavërazhi 46 luftëtari, 9 gola të psuar, 29 gola Orikumi, 5 të psuar. Ndërsa fundi tashmë pothuajse është konfiguruar, Këlqyra ka 13 pikë me Maliaj 4 që ka rënë automatikisht, Turbina ka 16 pikë edhe Shkumbini 17 pikë, Maliqi 20, Delvina 22. Mora me fundi dhe me Kreun. Atëre e kupton ku do vazhdojmë? Për klasifikimin dhe ku është Shkumbini? Ku është Shkumbini? Shkumbini ku janë? Tomori Shkumbini. Tomori Shkumbini, urdhër. Po. Tomori Shkumbini kanë ndeshje. Po. Tomori ka 29 pikë, ndërsa Shkumbini ka 17 pikë. Kjo javë pati 2 surpriza, që nuk priteshin. Fitoria e Orikumit në Orikum ndaj Beratit, ajo ishte Pak me rezultatin. Ishte parashikuar. Kurse blofi që bëri Gjirokastra në Delvin, kjo ishte pa parashikuar. Pikërisht, dhe unë emisionin kështu... Ashtu si që i pa parashikuar dhe rezultati i Këlqyrës në... Nuk shkojmë shumë se barazimi 0-0. Rezultati i Këlqyrës në Cërik i pa parashikuar. Po. Pa parashikuar që do të thotë diçka zjen në fund të tabelës. Po. Diçka zjen. Kuptohet që ne kemi që ka zënë fundin, por midis kemi Këlqyrën, kemi Turbinën, po, Shkumbinin. Edhe Shkumbinin. Dhe diku dhe Maliqi, 20 pika Maliqi. Ja, ma Maliqi... Që këtë javë do të luaj pra me Delvinën, është çështje... Maliqi nuk para rezikon. Po, është çështje... Është më ekip më i konsoliduar, sepse i ka dhe mundësit më të mira për të gjetur lojtar cilësor. Atere, Xhevit, mendoj ta mbyllim po them pjesën e parë të emisionit. Në Korçës që ka lojtar cilësor. E mbyllim pjesën e parë të emisionit, kalojmë Xhevit. Tani jam drejt për ju. Si që më prezentova jo një sekretari përgjithshëm i zyrës rajonale të futbollit në Gjirokastër. Diku në shkurti është zhvilluar asamblea e përgjithshme apo jo? Po, në 3 shkurt. Në 3 shkurt. Atëre, çfarë mund të thuash, çfarë u tha në këtë asamblee dhe po themi me çfarë mendimesh dhe konkluzioni doli kjo asamblee? Kjo është asamblee e zakonshme. Asamblee e zakonshme që përsëritet çdo vit në gjitha qarqet e Shqipërisë, në gjitha zonat rajonale.
nuk është se solli në një risi të re, thjesht platforma që do të shpaloset si vjetë, përmbushi ose përmëndi zhvillimin e 2 fushave të reja që do të bërë këtu në Gjirokastër. Përparësi u jep të futbollit të bazës, ekipeve përfaqësuese rajonale, problematika të ndryshme të kampionateve të zhvillohen në zonë, që ta U11 deri te U17. Dhe zhvillimi i kurseve të UEFA-C si prioritet. Dhe mbas 2 kurseve që do zhvillohen, njëri u bë, tjetri është në proces, do të organizohet kursi UEFA-s B, që të gjithë trajnerët që kanë mundësi të ushtrojnë lojën e bukur të futbollit të licencohen dhe të marrin drejtimet e skuadrave, se nuk ka pse tregu i trajnerëve të ri vinë trajner nga jashtë kur prodhon vetë vendi. Pse shumë miq futbollistë apo njerëz që kanë pasion futbollin, ta ushtrojnë detyrën e trajnerit fare thjesht, kështu që një risi e re ishte formatimi i emblemës shoqatës rajonale, e cila përkon me Kalan e Gjirokastrës, një simbol i jugut të Kalas Argjiro. Dhe kryesorja që çdo projekt që afrojnë bashkit, sidomos kjo e Dervicianit, po bën përpjekje për të afruar projektet e saja, dhe licencimit të shoqatave të futbollit të cilët operojnë në zonë, të cilët kërkojnë të antarësohen në këtë shoqat, duke rritur numrin e lojtarëve, numrin e skuadrave dhe numrin e shoqatave që vit pas viti edhe shtohet, ashtu siç është shtuar Akademia e Futbollit me Malijej, e është bërë partnere me drejtat plota, siç është Akademia e Lorisit në Sarand, dhe ajo ka bërë kërkesë për t'u antarësuar. Nga kush drejtohet kjo akademi? Është nga ky Lorenzo Risti. Nga Lorenzi, po. Ai ka gati 120 futbollistë. Që shumë e mirë, gjëra shumë. Po. Edhe antarësimit të shoqatës Lefter Millo, të cilat vërtet janë në kampionate, po janë të pa antarësuara dhe pa qenë me drejt vendimarrje në këto asamble që organizon shoqata rajonale. Dolën problematikat ndryshme për zhvillimin e kampionateve, si procesi i karteleve mjekësore, i përdorimit të sistemeve komente, e tjera, gjërat përgjithshme që janë përmendur edhe një vit më parë. Këto ishin. Atëherë, përsëri me ju, Xhevit, si është ecuria e përfaqësuesës rajonale tek ekipet? Këtu në Gjirokastër, të fushë e vjetës çdo të hënë, zhvillohen procese stërvitore të 2 ekipeve kombëtare të vitit 2012 dhe 2013. Dhe eci normalisht, ka një seriozitet, ka një përparësi, ka dhe një kujdes të veçantë nga Federata Shqiptare e Futbollit, e cila i monitoron online këto procese stërvitore, dhe me shpresë për të zbuluar talente për ekipet kombëtare. Këto ekipet janë përbëra nga gjithë grup moshat që operojnë në kampionatet rajonale, pra vinë nga Saranda, nga Delvina, nga Memalijet, nga Lefter Millo, nga Gjirokastra, edhe nga rrethinat. Kultura Përmeti është? Kultura Përmeti, akoma asnjë lojtar s'kemi nga ajo zonë. Asnjë. Çuditërisht kultura si vjet nuk mori me asnjë ekip në kampionat, do shta vitin tjetër po të interesohet, sepse futbollit të bazës do të dënë përparësi, për arsye se ju e shikoni shumë mirë ekipit e para po dynden me lojtarë të ndryshëm. Të huaj, po. Ekstrakomunitare dhe prodhimi vendas do të thosh unë, sa vjen edhe bie. Kështu që përparësi do të marrin klubet për të zhvilluar ekipet zinxhir, do qoftë në Kërcyr, qoftë në Tepelen, qoftë në Përmet, qoftë me Malijej, Gjirokastra, po dhe gjithandej. Kështu që thëmbra e akilit është futbolli i bazës, për patur një futboll cilësor. Sepse unë kam shpjeguar edhe përpara këtu, në një takim që pata me FLVP-n,
Juve tha, do të shikoni futbollin e bazës këtu, tha. Sot jeni këtu, tha, keni piramidën, keni presidentin dhe futbollin shqiptar që keni në kampionatin evropian, që ishin në 2024. Keni dhe zëvendës presidentin që e keni zëvendës presidentin UEFA-s. Pra në qoftë se nuk u punua këtu në bazë, e gjithë kjo piramidë bie. Po, ashtu është e vërtet. Edhe këtu futbolli. Pa themele të shëndoshta s'mund të ngrihet një shtëpi e fortë. Po pra, pa themele, po pra, aty fillon, se unë has edhe në problemet të ndryshme që më ngacmojnë këto kolegët, ora më thonë ma shumë strikt jemi rregulloren ti thotë. Se ky as të fëmijët të lozin, ora si do lozin? Nuk lozet futbolli pa rregulla. Ka disiplinë. Pa rregull, rregulli fillon që në bazë, ai fëmia, po se mësoj rregullin që në bazë, që do lozet me kaq lojtar. Topi ka këtë mundësi për, pra me fjalë çdo gjë, është e disiplinuar në bazë të rregullores. Dhe kjo rregullore zbatohet në çdo grup moshe. Se themi ne mama se fëmijë do lozin, po do lozin po dalin se ka rregull. Që aty fillon rregull. Jo përdoret ai shprehja, më fal Xhavit, a mo lëri të luajnë fëmijët. Jo të luajnë fëmijët, po si do lëri të luajnë? Pa kartel mjekësore, pa doktor ndeshja, pa delegat ndeshja, pra çdo gjë është e monitoruar. Në ndeshje tani gjen doktor, gjen delegat, gjen arbitër. Shumë e bukur është. Jo, është konceptuar mirë dhe që aty dhe vetë fëmijët shikojnë sistemin Komet. Pra nëse është online ndeshja Delvina me luftëtarin, online ishte edhe ndeshja Tepelena luftëtari A, me U11-ën. I ke golat në sistem. I bënin fëmijët gol pas goli, i te delegati. Pra edhe fëmijët vetë ndjekin këtë sistem. Po. Që dalim kush mori karton, pse morëm. Pra që aty mëson fëmia, që te futbolli bazës. Jep seriozitet. Dhe ai do të themu që nëse dhe kur të arrit e vari ai s'do ketë më problem sepse sepse është mësuar. Shufllon po pra. Është mësuar. Mëson me këtë disiplinë përgjigje. I them atij, po mirë më edhe ti dhe mu pse mësove abetaren që klas parë. E mësojnë gjimnaz abetare. Normale është. Pra që aty fillon futbolli, që te abetare, kjo është abetare për fëmijët. U9, U7, U9, U11, që aty vendosen rregullat e futbollit, që na të bosh. Dhe fëmia është ndërgjegjësuar. Ke drejt në thotë më, po atëre, kjo është që... Natyrisht që gjatë rrugës keni dhe probleme, keni hasë lojë vështësi, ka problematika drejtimi juaj, do me thonë... Pa tjetër, unë kam hasur në mentalitetet drejtuesësh të klubeve, dhe një nga mentalitetet, e kam pasur me drejtuesit tuaj të Gjirokastrës, të cilët kanë 40 e ca futbollistë të U15-s, dhe mezi futën në kampionat një ekip. Një ekip, pra të dështoj, u regjistruan 2 ekipe, ekipi A, ekipi B, sepse një skuadrë të ketë rreth 20 futbollistë. Që ose kalon kapacitetet e numrit, fillon skuadrën B. Skuadrën B. Ty të bën 22-23 lojtarë. Okej, atëre, ndërgjegjësoj prindit që ky fëmijë do të lozi me kartel mjekësore, pa bërë vizitë mjekësore te kardiologu, te mjeku përgjithshëm, tek analizat respiratore. Problemi ti mendon se duhet të kemi në këtë rast apo mentaliteti, për mua mentaliteti edhe i drejtuesve, po dhe i prindërve. Varet se që ura bashkëpunimi se fëmia i kërkon. Prindi thot, siç e tha, këtë analizë mjekësore. Siç e tha, se të mund, prindi thot, a më shkojt vetë lozi atje. Le më futet lozi. Por mund, veç atje ka rregulla. A shumë mund të luash në lagje. Ja pra, kështu ka rregulla. Po jo në një kalçetë. Më ndodhi isha monitoroja ndeshjen këtu Loste Lefter Millua me luftëtarin. Po? U15. Lefter Millua kishte 2 lojtarë me karton të kuq. Pra nëse je me karton të kuq nuk mund të lozë ndeshjen e radhës. Po, patjetër. Jo mund të tifosim në do lozin, ha mos e fëmijët do lozin. Po çu do lozin? Fëmijët vet, shkruaj se ky është me karton të kuq. Po pra. Nuk i takon të lozi. Tani kur thot fëmia vet, po ti drejtues. Ke fshir disiplinën e futbollit. Kjo e bën të bëj. Ai do të mësoj. Dai do lozim këtu rregull edhe po mora të kuqë loz me anën tjetër dhe ajo sistemi po pra. Po dhe kjo, po duhet ndryshuar mentaliteti, duhet ndryshuar mentaliteti. Pra që mentaliteti këtu është që të drejtuesit e prindit pra, është detyrë e drejtuesit që ta merr fëmijën në ekip. Po ndërgjegjësoj, i thonë ka ca rregulla. Po. Dhe rregulli është ky. Se nëse ai lojtari me karton kuq do loste, do shënonte gol. Tani këtë gol, unë se heto të sistem se nuk e pranon sistemi. Qartë. Edhe ku t'ja këtë gol? Kjo jep pozitivitet. Pra që aty fillon rregull. Pra që fillon abetaria e futbollit, që aty fillon. I bën serioz. Po i bën më serioz, i bën edhe më të lumturuar se ai thot kam bër gol. Plus edhe vetë në sy të skautit. Se shikon ata skautit to, thonë ky tek ku 5 metra, ka bër 25 gola apo 32 gola. Kush është ky? Pa ta shikojmë. Kjo ndikon shumë. Ju dini shumë mirë që juve jeni prekur nga kjo plag, si më thoshë që
futbolist të U15-s, po u merr Fieri. Po pse u merr? Do të diku një politik, po vrajë mendjen, do e drejtues pse do të ikin këta? Çfarë kushte duan? Ose ç'mund si të krijojmë këtu që mos lëvizin? Këtë rast ju ndërhyjnë si federat, Jo, momentin që ti jeni në pozicion që drejton këtu. Është lojtar i lirë, nuk e pengojmë dot, është lojtar i lirë, se pengojmë dot. Klubi po. Nuk ka një kufizim në kuptimin e moshave, dhe në këtë farë moshe unë nuk të lë të lëvizësh nga ekipi bazë, pastaj ti ik. Por të ketë një kufizim, sepse është çik shumë shpejt mendoj në kinat më ta marrësh, ta çosh në një qytet tjetër. Do duhet të ketë një afat moshash apo jo, ne mund të rritet edhe i çik, mund të pastaj ne kemi rregulloria është për të gjithë, ja po them logjikën. Jo, rregulloria është për të gjithë që një lojtar për shembull, nga njëra skuadër, te skuadra tjetër nuk mund të vejë brenda kampionatit. Për shembull, kemi 2-3 fëmijë që janë mërzitur me trajnerin tek në Dervician. Do lozin këtu. Vim bëjnë stërvitje këtu, mund të jenë banor këtu. Po ja regjistruar dhe lozin atje, se atje kanë gjetur veten fillimisht. Po. Tani në mes kampionatit mërzitur me trajnerin ai heq prinat atje, vetë loz Gjirokas. Mirë, kjo është pozitive. Tani s'mund të arri çë historia ndër ta registroj këtu sepse prishi qef me ata atje. Kjo është pozitive, të uli kokën e të punoj. Sepse s'mund të shkresh një ekip ande edhe të ngresh të tjetër ku ky ka me bollok sa ku loz të tjetër. Normal. E pra ja, në këtë aspekt mund të ishte edhe kjo gjë të shumë. Në fillim të kampionatit u regjistruan 9 skuadra të U15-s. Mezi filluan kampionati 6 skuadra. Pra u doq pa marrë pjesë kampionat, gjë që është në dëm të lojtarit, sepse lojtari nuk mund të bëj vetëm stërvitje pa u shprehur në fushën e lojës. Pa luajtur aty ku duhet. Po pra, luftëtari B nuk u regjistruan kampionat. Përmeti nuk u regjistruan kampionat. Dhe Akademia e Flamusheut nuk u regjistruan kampionat. Pra arsye se nuk bën kategori mjekësore. Dhe nuk të lejon rregulloria. Pra çdo gjë është gjithçka vjen tek tabela tek kartela mjekësore. Po tek kartela mjekësore gjithçka vjen tek monitorimi dhe edhe miratimi i çdo futbollisti si Kto janë falat apo jo? Kartela mjekësore. Shiko tani, ka një mos ndoshta është një problem tjetër, të pagesa diçka tjetër dhe kjo është një arsye për t'i penguar. Për futbollistë e moshave ka 2 formular. 5 deri në 13 vjeç, ata nuk bëjnë, ka një test të zëmës së sportsim. Ose mbi 13 vjeç e lart, bëjnë testin e zëmës së sportsim. Kjo analizë kushton duket privatisht, sepse këtu gjykata se merr dot përsipër, deri te 50.000 lekë të vjetra, 70.000, 80.000 poshta nga Fieri nga Tirana. Kurse këtu fal bashkëpunimit që kanë bërë me spitalin, edhe ju bën falas. E bën deri në 35.000 lekë të vjetra. Deri 35.000 lekë të vjetra. Po normal. Se kuptohet jo çdo gjë falas, ka kosto. E kupton edhe mundum që të fusim 6 skuadra në kampionat. Kjo ishte gjithë shqetësimi që patëm dhe e vetmi rajon që fillon me vonesë. Fillos kampionati në fund të janarit, ndërkohë do fillonte në shtator. Po për herë të parë u përballën faktikisht me 2 pika që unë përmendam lart, me përdorimin e sistemit Komet, trajner dhe klubet, pra drejtorët e akademive, siç mund të them unë, me përdorimin e sistemit Komet dhe futja e kartelave mjekësore, të cilat nuk bëhen me letra bakalli, me këtu çoj atë ti dhe hale lozin ju atje, vetëm me sistem. Pra kartela mjekësore e futbollit i sistem. Një lloj si ekipi si lojtari i Superligës, ashtu edhe të fëmijët e moshës U7 apo U11. Kështu të gjithë janë në sistem. Dhe sistemi nuk ta pranon që ta federosh lojtarin pa patur dosjen e tij personale. Kjo është gjithçka. Tjetër gjë Xhavit, që mund të thuash për këtë pjesë? Ndonjë thirrje, ndonjë apel, ndonjë këshill? Po ne u përpoqëm këtë fazën e dytë ose pjesën e dytë të sezonit që të ndërgjegjësonim klubet dhe prapë bëj thirrje. Ja dolët, pak a shumë. Po pak a shumë, po thua se ja kemi dalë. Keni dalë, po. Dhe sezonin në vijim, mendoj të kemi më pak problematika sepse klubet janë ndërgjegjësuar, janë të bindur dhe prindrit, pjesa dërmuese, sepse ta shikojnë pse këta lozin dhe ne s'lozim. Lozin ata sepse janë në rregull me kartelën mjekësore, juve s'jeni në rregull. Me ato që kërkojnë, me dokumentat. Edhe veterineri ka të tëra me matrikull, jo më te njeriu që nuk diskutohet. Patjetër. Dhe themi që kemi bërë një punë shumë më pozitive, bile ne organizuam një takim informues në të gjithë zonën, e morëm pjesë për arsye se nuk do të rriqim dot trajnerët apo drejtuesët në punët e tyre dhe të merreshim thjesht me një takim, po vetëm ne në çdo zonë.
në Përmet, në Këlqyr, në Saran, në Delvin, në Gjirokastër këtu dhe realizojmë dhe pak a shumë jemi në... E dha feedback. Po. Jemi shumë mirë. Me tjerë, dhe presim që të kemi rezultatet mira, që edhe futbollisti që do të vi ditën e parë të stërvitjes, do t'i përshtatet kartierave mjekësore dhe rregullave që ka klubi. Mirë, atëherë kalojmë te java 20, që do të luhet në datën 26 mars për arsye që të tashmë dihen impenjimet e ekipit kombëtar, për të cilat do deshat dy mendime nga ju lidhur me takimin Angli, Shqipëri, por edhe një po them javën e radhës është Këlqyra Butrindi me Malia Delvina, luftëtari Devoli Maliqi Oriku dhe Tom Morish Kumbini, ndërsa Turbina është pushim. Është momenti ndoshta edhe s'kemi pse të ndalemi sepse është edhe shpejt për të folur. Java stërvitore sapo ka nisur, kështu që nuk e di. Asnjëherë nuk janë shpejt gjërat për të marrë. Jo, për të dhënë një, po themi për të dhënë një Gjeviti tha gjithë. Në këtë moment për të dhënë X një dysh. Jo, duhet luftuar çik psikologjikisht shumë me ekipin. Jo për luftëtarë, ka fjalë për gjithë skuadrat. Unë flas aty ku do gjua vetëm ku më dhëmbi, sepse e kamera ka pjesë dhe duhet që ta fiksoj. Por dua të them këtë që Gjeviti me të drejtë tha, keni kujdes se keni ndeshjen e radhës. Me përvojën që ka dhe ato çka i shikon ekip është një analizë që për mua duhet të jetë një kamban alarmi. Duhet të kemi shumë kujdes. Dhe këtë ky e tha kështu si kalimti, po mua më mbeti këtu. Kështu që psikologjikisht duhet luftojmë shumë, të fitojmë këtu dhe pastaj gjërat ecin vet. Sepse e kemi mundësinë, nuk e kërkojmë me sforca, as vjen të çlirohen nga kjo pjesë. Por ama duhet me çdo fushë të fitojmë. Këtë ta them me bindje dhe them se duhet fitojmë, duhet vemi aty ku ishim. Zhgënjimi i Delvinës duhet mbaroj, do jetë vetëm një ëndër keqe, asgjë tjetër. Po tidet pas krave. Jo, nuk ka për vazhdimsinë e kampionatit, nuk ka vend për panik, për mendimin tim. Do kujdes maksimal, do futur një frym me mentalitet fituesi, që t'ja dalësh deri në fund. Dhe çdo ndeshje do të marr hap pas hapi. Po. Pra ne do fokusohemi, pra ju luftëtari. Drejtues të luftarit bashkë me fokusohemi në ndeshjen e radhës. Nuk do të di se ç'bën, mund të marr informacion për kundërshtarët sportiv, e më the tash. Ore zotëri, unë do të fokusohem te puna ime. Po. Pasi mbyll me rezultat, me sukses punën time, atëherë vazhdoj të habi tjetër. Shikojmë për më pas. Të zhbirojnë pa diskutim. Kurse për ekipin kombëtar, unë kisha kënaqësi të veja, po në pamundësi uroj sukses edhe inshallah me një barazim. Pse jo? Kurse unë, Tomi, shpirtërisht, duaj që sigurisht edhe ekipi tonë dhe as se diskuton njëri këtë pjesë, po frikën e kam. Ka dhe diferenca. Lodhin për ballë anglisht, duhet jemi me këmbë në tokë. Tek ata që ka shpikur futbolli. Po jem dhe lojtarë të rinj që i ka marrë tash sigurisht. Ata nuk kanë se si tonë ndryshe, por nganjëherë më duket që ky optimizmi sa herë që marrim. Sa po e them që futbolli nuk lozet në letër. Po. E dim që ata janë favorizuar, janë kampion botën e tërë. Pashtu që Italia po i bëm gol të parë, pastaj u futëm panik. Barazim mua nuk e di ç'do të më bënte, çfarë dhurate do të më. Të fluturoje me krah. Jeni të sigurt për këtë, por e kam frikën. Le të shpresojmë nganjëherë gjërat janë më të çuditshme. Sukses shunave dhe ne na dakord. Ne ju urojmë sukses me shpirtin dhe pozicionin që ata dhe shpirtin që kanë, besoj se do ta ne na mungon një vend në botror faktikisht. Ose të barazojmë, le ta themi. Ora duhet të futemi një në botror një herë se. Po. Se ne futemi një herë, kështu që të shpresojmë dhe të ndrojmë. Do ta thyejmë më shejtani. Pse mos të ndrojmë? Pas se ta thyejmë këtë. Po inshallah pse jo. Nëse ajo fixhani që përplasin që duhet bërë diçka e mirë. Un kam besim. Edhe kjo le ta thyejmë atë mit që është krijuar. Edhe un kam besim, po. Ndeshja e parë na qelloi pak ters. Megjithatë le të shpresojmë. Shpresa dhe se fundi. Tërkohë në dallgën e shkojmë kampionat evropian, grupi Ferri. Shkojmë këtu me anglezët. Serbia standardet. Serbia po standardet. Po kjo është pjesa më do të fillojmë futemi edhe në pjesë të tjera pastaj. Megjithatë, ndaj sportit, ndaj futbollit për treguar që njerëzit bashkohen, vendet bashkohen, përplasen, po, kokë me kokë forcat dhe ai që është më i miri le të fitoj. Kjo është kryesorja. Mirë atëre. Gjevit falenderoj për pjesëmarrjen, për ato që ju shprehet, për shqetësimet dhe të mirat që keni ju si zyrë rajonale. Profesor Llambit falenderoj që ishe në studio. Natë e mirë dhe mirë, u takofshim të martën e ardhshme.